Thirrja që lëshon ambasada amerikane një muaj pas luftës në Egjip, absolutisht nuk është pas substrat. Nuk është pas substrat, s'mund tjetë ajo. Dhe a është Shqipëria, a do të thënë në një armiqësi me Iranin, kjo nuk diskutohet, nuk fshihet. Tani, unë lexova cila është qëllimi ynë. Unë i bëj thirrje Aleanca Atlantikut Veriut, ashtu si të po mbron Turqinë, ashtu të mbroj, na garantoj mbrojtjen kundër ajrore nga aktet e tyre, kurse për aktet të brendshme duhet që forcat e rendit të garantojnë rendin dhe qetësinë. Këtu është gjëja më e domosdoshme. Por të krahasosh ato me protestat e opozitës, je i smur, ke psikologjina Ajetullahve. Dhe unë i them turp të kena më ta, që nxjerrin një vlerësim të tillë. Nuk lëshohet një paralajmërim pa një bazë. Kjo është e sigurt. A ka Shqipëria mbrojtje nga NATO? Po, Shqipëria një lloj, çdo vend i NATO-s, hapësira ajrore e Shqipërisë është hapësirë ajrore e NATO-s dhe sigurt jemi që NATO-ja do na mbrojë. Ajo nuk do thotë se NATO-ja do na mbrojë nga atentate në tokë, dhe këtu duhet të jenë shqiptarët vetë të kenë vëmendje. Por komunikate e lëshuar nga zyra e fugës narrativ, ju e dini, edhe fuga është narrativ, e dini këta apo jo? Se i kërkuar, sepse ai nuk pati fatin e Becit, që të rinë kryebashkiak i akuzuar, pa iku, se janë mbati me kohë. Pra nga zyra e fugës, se këto janë si puna atyre paralajmërimeve që lëshon për protestat e opozicës, janë krahasime mjerane. Ndaj dhe qytetarët, ata e kanë lëshuar për qytetarët amerikanë dhe kompanitë amerikane që operojnë, por nuk ka asnjë të keqe, secili të ketë parasysh jetën normale, të vazhdojmë jetën normale pa asnjë ashtu, dhe t'i bëjmë thirrje NATO-s të përforcojë mbrojtjen e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë. Po ku është ai? Po pse Harami është Harami të mlidhet? Haram Begaj. Çka të bëjmë me sigurinë ai? Po lërë mos bësh shaka.